Lufta avion të arrisë çmimin e naftës në tregun shqiptar. Për të menaxhuar situatën, qeveria shqiptare ka vendosur të ngrejë një task force për kontrollin e sektorit të hidrokarbureve me shumicë dhe pakicë në mënyrë që të mos lejohen rritjet abuzive të çmimit, si dhe do të monitorohen edhe marzhet e fitimit të kompanive për të garantuar që me çmimet nuk abuzohet. Kjo task force, që do të ngrihet nga Ministria e Financave, do të zbatohet nga administrata tatimore dhe doganore, ndërsa Ministria e Ekonomisë do të marrë masat për të ngritur një mekanizëm të përditshëm për monitorimin e çmimeve të hidrokarbureve në tregun vendas, duke i krahasuar ato edhe me luhatjet në bursë. Masat e marra nga qeveria i ngjajnë atyre të vitit 2022, kur u ngrit bordi i transparencës, nisjes së luftës në Ukrainë, por ai ndryshe nga task forca kishte si detyrë edhe të caktonte çmimin dhe fitimin e kompanive. Ndërkohë, Konfindustria i bën thirrje qeverisë të ndërtojë impjantin e përpunimit të naftës shqiptare, ndryshe çmimi i naftës në treg shumë shpejt mund të arrijë në 250 lekë për litër, siç ndodhi kur filloi lufta në Ukrainë.